Në Tiranë, Partia Socialiste po përballet me një situatë të pazakontë. 7 sondazhe të porositura në 2 javët e fundit nga vetë Edi Rama tregojnë një rënje të thellë të mazhorancës në kryeqytet. Kandidatja Augerta Manastirliu rezulton me kuota minimale, ndërsa diferenca me zgjedhjet e fundit shkon deri në 10 pikë përqindje. Dy sondazhe të realizuara nga kompania ndërkombëtare e japin PS në pikë të lirë, ndërsa Arlind Qori dhe grupi të pavendosurve janë në rritje të ndjeshme. Vetë Rama, i alarmuar, ka kërkuar nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt që të zbusin rezultatet, por edhe sondazhet pranë Selis Roz konfirmojnë rënjen e lirë të partisë. Në terren situata është edhe më e tensionuar. Strukturat socialiste në Tiranë raportojnë mungesë votimi, përçarje dhe mosbesim. Shumë drejtues lokal janë zëvendësuar nga njerëz të ardhur nga Partia Demokratike, ndërsa besnikët e Erion Veliajt janë spastruar. Deputetët janë të përçarë dhe zhvillojnë takime të ndara, duke krijuar përshtypjen e një partie që ka humbur qendrën e gravitetit politik. Burime nga brenda PS-s konfirmojnë se Rama po përjeton fazën më paranojake të pushtetit të tij. Në çdo njësi zgjedhore, shihen grupime rivale që nuk bashkëpunojnë. Deputetët e vjetër si Erion Braçe kanë shfaqur hapur pakënaqësinë, sidomos ndaj ndërhyrjeve të Taulant Ballës dhe Niko Peleshit, që po kërkojnë të imponojnë kontroll mbi terrenin. Ndërkohë, kandidatja Manastiriu është lënë pothuajse e vetme në fushat. Asnjë figurë qendrore e qeverisë nuk e shoqëron, përveç ministrit të financave, i cili nuk ka lidhje me Tiranën. Rama vet ka zgjedhur të qëndrojë në distancë, nga frika se një përfshirje drejt për drejt mund ta ekspozojë ndaj një goditjeje nga lart në momentin e fundit. Përplasja e brendshme është reflektuar në humbjen e kontrollit politik të terrenit. Njësit 5 dhe 7, dikur bastionet të PS-s, janë sot zonat më të rrezikuara. Prishjet masive që qeveria ndërmori gjatë verës kundër bizneseve të vogla, bareve dhe restoranteve në Tiranë janë kthyer në bumerang elektoral. Të gjithë të prekurit pritet të votojnë kundër. Në këtë panoramë, përgjegjësia politike bie drejt për drejt mbi Ramën, i cili e krijoi vetë krizën që po e gllabëron. Tentativa për të izoluar Erion Veliajin dhe për të krijuar alibi politike duket se është kthyer në kurth për vetë Edi Ramën. Gropa që hapi për të tjerët po e gëlltit vetë.